ta bëjmë një Matrix nga Damasku. Ishte shumë bukur, a? Po pse jo? Ne kemi fol gjëre gjatë në emisionet tona për ato vende dhe sigurisht do vazhdojmë flasim prapë. Shikuesët tanë live atë. Dhe do vazhdojmë flasim prapë. Sigurisht. Pse isha atje? Ti thuaj njerëzve që të kam telefonu nga atje dhe ke bisedu me miqtë e mi në telefon. Po, ishte kënaqësi, ishte interesant. Po hiç më shkova se më kisha marrë malli për miqtë e mi të vjetër, për Sirinë, për Damaskun. Për çfarë ke shku? Po, për turizëm nuk kam shku, se s'është vendi ku me bë turizëm, po është një vend me cilin unë jam i lidhur shpirtërisht. Ne nuk do të na thuash. Kam qenë mbi 100 herë në jetën time dhe u ktheva në një vend ku kam qenë shpesh, që nuk është se unë me ndje veten si në shtëpi time, nuk është se unë kam në sikletë atje. Sigurisht është një vend që ka ato delikatesën e vet, situatën e vet, ngarkesën e vet. Shiko, kur unë rrija këtu gjatë luftës dhe pas luftës Kosovës, mu shpesh më thonë njerëzit, jenë men, për shembull, se më kujtohet për shembull herën e parë që kam hëngër se rria në Pej, s'kishte ishte komplet qyteti i kallun, Deçani i kallun, Gjakova i kallun, s'kisha s'ku me hëngër bukë, kupton? Dhe herën e parë që kam shku, kam ngrënë bukë me lukë, pasul, kam shku prej me vetur, prej Pej në Prizren, kupton? Ka qenë ato ditët e para pas lufte, ku ende s'kishte njerëzit kur shkonin në shtëpi ishin shtëpitë e Diego Nazdi, gjendeshin akoma ku foma rrugëve e tjerë. Unë gjithmonë e kam pas këtë gjë që shkoj, jetoj, rri me ata njerëz në ato vende ku ka konflikt, ku ka luftë, ku ka jetë, ku ka ashtu, kështu që aq më tepër këtu ka disa muaj. Ka disa muaj që ka mbaru konflikti, unë mund të kisha shku dhe më përpara, po mbaroi vera, tash u krijuan kushtet dhe tash shkova dhe është shumë që atje është mbyll një konflikt ku kishte gjakdere dhe dhimbje shumë të mëdha dhe vendi po drejtohet drejt një prosperiteti dhe një jetë më të mirë. Tash unë shpresoj që vendi të kthehet në një demokraci, sigurisht një demokraci që do të ruaj edhe identitetin e atyre njerëzve, do të ruaj identitetin fetar të gjitha basive fetare që janë aty. Sigurisht shumica është sunite, po është edhe pakica shiite e cila jeton nga pjesa alevite, e cila jeton nga pjesa e Bregdetit, nga pjesa perëndimore. Shumë shpejt do të ketë dhe një vizitë Alçarës në Rusin, Moskë, për të sqaruar me sa duket ato gjërat që kanë mbetur pezull në raport me Rusin, duke konsideruar që Rusia vazhdon ka bazat ushtarake në... Po duket që don t'i ruaj marrëdhëniet me Rusin. Po sigurisht nuk do t'i preki, me sa duket do të ketë edhe kujdesin e sigurisë, po ndoshta edhe në pajisje me armatim, sepse ki parasysh Siria e sotshme është pa buxhet, pra po mos jetë për Arabinë Saudite dhe për Turqinë nuk paguajnë dot as pagat. Marrëdhëniet kryesore, prioritetin e kanë të kenë marrëdhënie shumë të mira me SBA.